Përshëndetje shpirta në evolucion, që sot do fillojmë një temë që na përket të gjithëve. Pa përjashtim, por erdhi koha të bëjmë ndryshimin në jetën tonë dhe gjithmonë ndryshimi bëhet kur bëjmë diçka ndryshe. Shumë njerëz jetojnë në marrëdhënie, në partneritet, të martuar së bashku, por e vërteta është që nuk janë të pranishëm në këtë marrëdhënie. Rinë nga zakoni, nga frika dhe heshtin, duke mos e parë veten e tyre, je burr ose grua dhe qëndron për fëmijën, për familjen dhe çfarë do thonë të tjerët. Sot po të bëj vetëm një pyetje. A je vetvetja në këtë marrëdhënie? A je i vërtet dhe e vërtet? A shprehn atë që të mungon dhe atë që të shqetëson, apo e përtyp për hir të tjerëve? Apo hesht të mbash paqen? Sot po të jap një ushtrim të vogël që mund ta bësh. Merr frymfell, mbylli syt dhe liro. Bëhe 3 herë këtë dhe bëja këtë pyetjen vetes. Çfarë nuk them në marrëdhënien time dhe mbaj të fshehur dhe mbajeshje, dhe pasaj qetësohu dhe shkruaje në një fletë. Në fletore që e ke që punon gjithmonë. Nëse ka pyetje të preku dhe ndjeve diçka që ti nuk flet të vërtetën me partnerin tënd nga frika, atëherë më shkruaj në privat dhe të mbyllim një takim 15 minuta falas për të shikuar shkaqet pse ti rri në heshtje. Dhe kujdes, unë punoj vetëm me njerëz që këtu e tutje që janë gati dhe duan të shikojnë të vërtetën dhe janë gati të bëjnë zgjidhjen. Jam Merita Cake, terapiste energjetike, mësuese, shkrimtare dhe trajnere për gëzimin e individit dhe kolektiv. Gjithashtu, jam këtu të të ndihmoj të lirosh plagët dhe të tu udhëheq me përvojën time dhe me metodat e mia që ti të gjesh të vërtetën brenda teje dhe të mbrosh veten tënde. Do më gjesh në Telegram, WhatsApp, Viber tek telefoni 0030 699 321 46 37. Më shkruajmë mesazh dhe të mbyllim dhe takimin 15 minuta që është falas. Ju falenderoj dhe ju mirëpres.